Ky shënim që e bën pasaportën të pavlefshme është vendosur nga ana e policisë maqedonase për 4 shtetas shqiptar. Asnjë arsye dhe asnjë justifikim apo qoftë edhe ndonjë shkelje të procedurave dhe policia maqedonase i ka kthyer mbrapsht nga pika e kalimit Hani Elezit. 4 shtetasit nga Fieri kanë vendosur të udhëtonin nga Kosova në Maqedoni për arsye pune, por janë refuzuar, të paktën sipas tyre, vetëm se ishin shqiptar duke ia nxjerrë pasaportën të pavlefshme. Kalum doganën e Kosovës, na verifikuan gjithçka në rregull. Kur arritëm te dogana e Maqedonisë, vjen polici lart në autobus dhe na merr pasaportat dhe sa shikojnë që un kisha pasaportë shqiptare, na zbriti të gjithëve poshtë. Ishin edhe 3 çuna të tjerë. Tha që ju 4 shqiptar do ktheni në Shqipëri, nuk keni vend këtu në Maqedoni. Dhe tha mos kërkosh shumë, mos bëj shumë pyetje, tha se po të fusim këtej tha në dhoma tha dhe do keni muhabetin keq, pastaj tha do rajm tha. Të 4 shqiptarët e kanë denoncuar rastin në Kosovë, ndërsa do të kërkojnë edhe autoriteteve shqiptare t'i kthejnë në vend dinjitetin e nëpërkombur nga policia maqedonase. Unë kërkoj nga qeveria jon, nga organet kompetente, që na japi një farë të drejtë ose një farë sqarimi pse na kthejnë, se janë vetëm unë, janë edhe shumë të tjerë që i kthejnë dhe mos respektimi i pasaportës tonë, gjëja që tregon që është unë më shumë u fyeva kur më tha që ti me këtë pasaport nuk hyn dot në Maqedoni, fyerja më e madhe aty ishte për mua. Nuk di si ta them. Mateo Troka do të kërkojë një sqarim nga Ministria e Jashtme për rastin në fjalë, ndërkohë që incidente të tilla me shqiptarët në kufi me Maqedoninë kanë qenë mjaft të rralla.